unë do të ftoj gjithë kolegët që ta votonin. Faleminderit. Po faleminderit zonja Bylikbashi. Tani jemi tek pyetje dhe diskutime. Mund t'i ezauroni vetëm se kur ta merrni, nëse do t'i ezauroni të dy fazat edhe bukur, atë zoti Koreshi në emër të opozitës Partisë Demokratike fjalën. Ju lutem. Fjalën e ka zoti Bylikbashi. Më fal se tani ka fjalën e vetëm. Por pa emër mos e lë, po s'ka problem. Pse kena i hall orari ti? Tani. Zoti Koreshi e ka fjalën. O kryetar, s'pare një kam një pyetje procedurale se për procedurë, ore mos na keni vënë kamera fshet, mos i lidhmë në televizor dhe kjo seancë është për kamera fshet për vitri. Jo, pyes përgjithësi. Ore, që s'jam aq i rëndësishëm, jo, po bëni ju të rëndësishmi tu komikër me këtë ligj. Se unë s'jam i rëndësishëm dhe s'ka pretenduar ne që i rëndësishëm. Ju që jetë rëndësishëm, jeni sigur që s'jeni pjesën e kamerat fshet? Jo, se kam lidhur Jo, ju lutem, seanca është publike. Jemi live. Nuk është kamerë fshet. Jo, jemi në transmetim live. S'ka jemi në dritë dillit. Dakor. Më kupton? Po duhesh ti ngre dhe grilat dukesh tamam? Inshallah. Jemi, ju lutem o zonja Çavushi, lutem zoti Koreshi mund të vazhdoni me fjalën tuaj për këtë projekt ligjë të rëndësishëm. Tani e dyta, se po që se ajo pjesa para, ana procedurale, unë kam hallën testin e karteles mjekësore ka kaluar qeveria që na sjell këto lloj ligjesh. Kartel mjekësor vërtetim që nga mjeku neuropsikiatër, se me të ardhmen e këto ligje deri këtu duhet kaluar testin neuropsikiatrik. Por është. Zoti Koreshi, ju lutem pak, a ka mundësi një sekond tani të bëhemi pak. O zonja Çavushi, të lutem o zoti Blushi, të bëhemi pak serioz sepse Shqipëria ka në fuqi ligjin numër 60 vitit 2016 për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. Dhe unë nuk e di kush ka qenë 2016 në këtë tryez, por kam përshtypjen që ky ligj të lutem. Po bën gati nga 2016-a 10 vjet që është fuqi. Të lutem. Dhe nëse keni patur pretendime për nivelin e zbatimit të këtij ligji, mund të kishim bërë dhe një PLS. Po. Post legislation quhet o Blush. Ex post legislation. Dakor? Dhe kur të qajeni për luftën kundër korrupsionit, ja ku e keni. Dakor. Ligjin flisni seriozisht. Po dakor. Tani o kryetar, unë nuk ndërpreva njëri. Ashtu s'ka ndërpres, lutem. Por a ka kartel, se kur thua ka, a jeni pajisur se ti e bën kartel që si certifikat sigurie këtë. A keni kartel për të diskutuar këtë projekt ligj? Tani, lutem shumë. Po ne jemi duke diskutuar ligjin. Po tani nëse doni ta, unë kuptoj që s'keni qef ju me dëgju, po thash Këshilli i Ministrave, Kryeministria, ndema tan, nuk thash juve, si ofendova jo vje ke. Janë ata pa jemi ne për godinë. Sepse kalosh nga startupi te ligji bil refyzve, është njësoj si të kalosh nga lufta e Vietnam të ndërzimit artificial. E thënë këto sepse kaq pak i kushtut këto inovacionit kryum edhe ministre diell, inovacioni, startup të kërkesave, por edhe ati nuk erdhi ministri, këtu vjen ministri, kupton ti sa e rëndësishëm, por unë e përkthej vetëm një gjë, kështu që halli madh ju ka ra, se qysh do t'ja plotësoni vendet se do ketë kaq shumë kërkesa për spiun, po kaq shumë kërkesa për këtë ligj për spiun, sa ju do t'ja plotësoni dot elektoratit tuaj dëshirat për t'i punësuar të kjo lloj pune. Tani, para njerë, pse them këta unë, edhe, nuk është diskim për një tobe stafkullar Hitleri, thoshte kur edhe Shqipëri, unë mora çantë me lek, po Shqipëri gjitha spionët pa lek.
Ju do të keni të ky ligj tani do t'i nxjinin padhe spionët. Edhe në vegje majti 50 vjet i majti çik të fshet spionët. Me këtë ligj po i nxjini, po i diskriminojnë, po i nxjini edhe në dritën e diellit. Tani Lushja ka qenë kam spionash, ja, s'ki pas 11 në të fshata dhe ja këtu nga 20 ditë në dark i kishe poshtë krevatit urdhëro sa baba me ja spion ligjet, ja. Ta maroj unë. Ja spion ligjet, po të them. Dhe me këtë ligj që po bëni nuk i bën nder as sajt Shqipërie realisht, për vetes tu bëni çfarë doni, por nuk i bëni nder. Para njerë dhe te publiku dhe te privati, ju do po krijoni, po krijoni një lloj lufte spionash. Një sekond, për një sekond. Tani detyrimi Olsi kur ta hiqe marrë çika të vetë dhe kufjen dhe nxirre këtej. Lutem, a ka mundësi mos ndërhyni kur flasin deputetët? Detyrimin për krijimin e njësive përgjegjëse. Është inovatore te ky ligj o zonja Bylybashi? Tani unë do ta bëj atë pyetje, pastaj do kaloj atë pyetje. Po detyrimin për krijimin e njësive përgjegjëse, detyrimin që t'i vëmë në njësi përgjegjëse. Institucionet me 50 vetë do na vi dhe kuvend, kemi edhe të spionat, se dhe ne kemi janë kështu. Po të na vi, po mi pra mi, do vi spionat, po themoj, jo nuk e kemi pa lek. Por pyetja që lindë është gjithë ky ligj, gjithë ky energji, gjithë kjo terezi për të nxjerrë pas spionat, 80 lekë, 120 lekë, e tjerë me radhë që i kanë qenë kohët. Ore, po gjatë gjithë dhe duke qenë marrë shkas edhe nga shoku Lësi, që tha kemi qenë 2016, nuk e ke sot, po ti s'ke qenë, unë do të them, sa kallëzim me këta si ka rënë bilbilit, kanë që nga ky viti 2016. Sepse në djenin time, edhe në një që ka guxuar nga këta takebit, rrite 2-3 javë, i marë peng, opës gjendesh, i ikte kërkim pa ditu dhe kujtohesh dilte mas i kështë rregullu punë. Pra, dhe ata që e kanë, sa konkretisht dhe sa ka shkuar deri në Terezi dhe sa masë janë marë nga këta bilbil rëfysin nga 2016 deri në 2025. Po bëjmë gati 10 vjetë. Vitin tjetër, kalon në nari 10 vjetë. Apo jo. Pra në qoftë se ka qenë gjithë kjo dhe këta kam pas për të bërë gjithë të përmirësim legislativ. Por ne kemi shumë gjëra të tjera, shumë halla dhe probleme për të bërë këtë se sa të rrisim spionat. Se sa të rrisim bilbil rëfysit. Fryrësit. Tani kjo është pastaj skandaloze për tani unë e bëra qesharak sepse është qesharak si ligj, vazhdon të jetë qesharak dhe nuk ka kohë për të humbur kjo e urur vend për bilbil rëfysa. Tash jemi serioze, nuk vjen ministrit e startupet e gjërat më kryesore, vjen këtu për bilbil rëfysat, se kemi nevojë për të na spionuar. Ora tash po kemi ca organe të tjera në kompetente për këtë punë, që merren ligjbatuese që merren. Sa kam vajt më atje tani, sa ku, s'ket zero, hiç, asnjë. Por çfarë do t'i bërë? Por t'i bërë brada vetes tu për të thënë që janë ne por luftë korrupsion me këta që i fry bilbilit. I ka pyet njëri, luftë për çfarë? Për t'i vënë këta si ato bashkimet profesionale në kohët me kryetarët apo me drejtorët, se kështu ishte sekretari i biros bashkimit profesionale, ishte edhe drejtori. Edhe i cop ignoranti që i vinte presion atij se do të spionojë partia. Qa interesi publik ka këtu dhe kur ka 10 vjetë që nuk është zbatuar asnjë gjë? Që ne fusi këtë lloj fryme ne si shqiptar gjithë kohës, nuk duron dot ora 9, nuk gjen dot më pulle poste, na spionat, varda letrat, varda. Ose shtoni pak në pullet e postës, i ke pa lek gjithë Shqipëri, nuk pushojnë ata, vat, gjithë ditë kam gjithë në darkë. Edhe brenda godinës dhe i fusi për të rritë pazaret e veta, se çfarë do i bëj këtë? Dhe i fry? Ky është ligj skandaloz, edhe ju që vini gjithë këtu pa gjoj kohë më skandale kohë.
s'ka mundësi na fusi këtë frym gjithkohës. Keni hap një database që thot, po të kesh ankim, nuk vende më do të Ministria Drejtësisë, jo, do shkosh portali. Çfarë ligji ka ky portali? Kush bazë legjohet? Se pas kohësh vjet, pa atë 2-3 vjet është uzime atë drejtoresh që na krijuar një agjenci. Më pak kohë, po çfarë vjen këta? Të merrte portali të telenis thusi se ishte, ku di unë, prokurori Spakut. Nga ju e kanë, se s'kemi qenë herë ne, po nga ju e kanë. Të merr ai portal se me çep kërkohet se me çep për që s'ket detyrim ligjor, as me lloj cepi me këty përgjigje. Çan këto forma shantazhi kështu, se ça punojnë atje ata me mik. Dhe kush do vej spiun, po ne po të them që do vinë mas dere për t'ju treguar dhe për t'ju kërkuar ju vendet e punës, se vendi do jetë vendi më i rëndësishëm i punës. Spionlliku te ne. Nëse rrini ta çojnë në këtë nivel, në këtë lloj formati, bëni një rezume. Sot jeni komod. Dikush ju koleg gjithë, po është turp dhe skandal kjo lloj form spionlliku që po hapim ne. To bilbilat, blejnë bilbil të mirë të paktën të jeti federatës, të them federatës, lidhemi koncesion, unë them që duhet i marrim dhe atyre, pa tjetër federatës, i nderuar kryetar, të i marrim dhe atyre një mendim, nëse na agjenca bilbila miqi të bjem fort që dëgjon delar. Se këto bilbilat që keni pas ju tendi bilbilave, nuk ka funksionuar dhe se kemi dëgjuar shumë. O do marrim me federatë t'i bjem me FIFA-n, t'i themi të bëjmë kërkesë edhe të dëgjohet bilbilit deri në Europë me që do hymë në Europë ne. Që kur t'i bjen këta bilbilit, direkt Europa në kam, me gjithë. Pa qa po bëhet shumë. Edhe njëherë, o ministre, sa raste kaq të mëdhaja pas kanë fry bilbilit këta dhe erdhi Europa na zgjidhi. Se fondet e Europës akoma s'po i gjejmë ne, i mori e i Shemburgut, edhe lekt i bëri në për tallava, në për këngë, në për gitarë, në për lokale me 10.000 euro i drek, i friu bilbilit edhe asnjë gjë s'u bë. Kështu që lëm bilbilin, gëzuvit në ri ani gjeni deri, lejni spionët atje në rregull, mos i jepni grada spionëve. Atë keq. Faleminderit zoti Koreshi. Ky ishte diskutim pak. Edhe pyetje edhe diskutim. Tani edhe zoti Blushi, ju lutem, marrëmje me këtë krahun këtej. Se ti dorën ke për të ngrit, s'ke për të bërë gjë tjetër. Ti vesh dorën ke edhe shkem seancë. Zoti Blushi, do të lutesha shumë përmbau tek projekt ligji. Tani patjetër ato që i kanë kaset do t'i thuash ti, po ke ligji thuaj na fjalë për Bilbil Frysit. Kupton? jo, për atë e kish. Rregull, dakor. Fjala për ju. Faleminderit zoti kryetar. Së pari nuk është normale që ose më saktë ju falenderoj që na ka lisni durimin për të dëgjuar të tilla projekt ligje në Kuvendin e Shqipërisë. Për më tepër sot kur është publikuar dhe raporti ose më saktë barometri i Ballkanit, sipas të cilit 50% e bizneseve në Shqipëri paguajnë rishfet administratës. Së pari kjo, së dyti, kur kemi një ligj i cili ka dështuar në 9 vjet të ndërtojë një skemë sinjalizimi, çfarë na bind që pas 9 vitesh ne do të kemi një skemë funksionale, i patë të gjitha mundësitë. Majorancën parlament, kontrollin e plot të administratës, dështuat për ndërtimin e një sistemi sinjalizimi në 9 vite. Kush është garancia që ky sistem do funksionoj nga viti 2026 tani më e në vijim, kur dështuat? Së treti, me që jemi të sistemi i bilbil frysave, tani këta që i kanë në bilbilit për këto aferat korruptive janë ngjirur. Një ndërta është ish zëvendës kryeministri juar, Arben Ahmetaj. Paralajmërimet ose bilbilfryet e të cilit, një vite pak muaj më parë, rezultuan të gjitha të vërteta. Dhe nuk morta si mas. Nga tuneli Llogaras tek falimentimi i Air Albania. Pra janë afera të cilat kanë kosto të jashtëzakonshme për financat publike. Çfarë garanci mund të ketë një sinjalizues i thjeshtë i administratës, kur sheh që ish zëvendës kryeministri paralajmëron
denoncon dhe asnjë nga denoncimet e tij nuk merret në konsiderat. Pra kush është garancia, është pyetja për të kaluar te pyetja, që ju i jepni një sinjalizues, si çfarë mbrojtje ligjore jepni. Kur zëvendës kryeministri deklaron që jam kërcënuar unë dhe familja ime dhe u detyruam të kërkojmë azil politik sepse denoncuam jo një, po disa afera, u kërcënuam dhe ikim jashtë. Tani ju doni të jepni, çfarë garanci jepni ju një sinjalizuesi për të denoncuar korrupsionin në administratë. Dhe më vjen keq që vetëm lufta kundër korrupsionit nuk u përmend as nga ju, as nga relatori e komisionit. Thelbi i këtij ligji në fakt, sepse unë lexova dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian, është lufta kundër korrupsionit. Së treti, aty ku jeni ulur sot ju, zonja ministre, është ulur dhe drejtuesi i ASAKOE, i SPAK-ut, i cili tha një të vërtetë në fakt, nga pak të vërtetat që u detyrua të pranonte, që institucionet nuk bëjnë kallëzim penal në prokurorinë e posaçme për luftën kundër korrupsionit. Tani a ka vlerë që ju të na flisni ne për sinjalizues kur s'ka asnjë kallëzim penal për të parandaluar se në fakt lufta kundër korrupsionit është pari parandalim. Nuk është konstatim. Pra pasi janë vjedhur paret, është e vështirë të rikuperohen. Së treti, me çfarë morali politik kjo qeveri, në sill sot të ligj, kur ka një zëvendës kryeministre të pandehur, a keni ju moral politik, se nuk po flas. Pra, a ka moral politik një mazhorancë e cila provat për korrupsionin e cilës janë evidente, sepse ne kemi edhe dy lidhje opozite, por nuk ka një fakt penal. Kundërkohë faktin penal për Belinda Ballukun e kemi në rrugën Qukës Çaploç. Tani ju thoni do sinjalizojmë ne luftën kundër korrupsionit. Ndoshta unë prandaj justifikoj dhe kolegun Korreshi që çeshte, sepse në fakt është fyese për të komision, kur sheh koleg të një krau tjetër që keq përdoren dhe dhunohen në mënyrë kaq të pa shpirt nga Edi Rama që ju detyron ju të lexoni gjëra që jam i bindur as vetë nuk i beson. Dhe ne për këtë nuk jemi dakord. Pra mënyrën se si ai ju trajtojnë ju, sepse pam dhe me kolegen tuaj Sara Mile që tha më erdhi letra dhe unë jam i detyruar ta lexoj. Po të paktën ju ka një dinjitet. Pra lexoni gjëra që as vetë nuk i besoni, sepse si mund të besosh luftën kundër korrupsionit në dorë të disa sinjalizuesve. Dhe kur pikërisht sot raporti i barometrit për Ballkanin konfirmon që 50% e bizneseve në Shqipëri paguajnë rishfet administrat dhe askush nuk i denoncon. Ose një pyetje tjetër, më thoni një rast të suksesshëm të një sinjalizuesi. Pra është sinjalizuar një aferë korruptive ose dyshimi dhe është parandaluar në kohë. Më jepni një element. Kemi 5 kryevepra infrastrukturore, gjoja krenari e kësaj qeverie, që u shëmbën me njëre Beshiu, Qukës Çaploç, Korçërsek, Kardhiq Delvin, aeroporti i Vlorës dhe rruga Velipojës. Vepra publike në total rreth 700 milion euro investime. Që u tretën si Oris, sapo Rashiu. Kemi Arben Ahmeten. Paralajmëroi një vit e gjysmë parë do falimentoj tha Erol Bene, nuk e besuan shumë. Rezultoi e vërtet. Zoti Blushi. Projekt ligji. Projekt ligji tani se ti e di që unë pastaj nuk kam asgjë me ju, por duhet vërtet të kalitosh durimin, të dëgjosh se si ju dhe me vullnet ose pa vullnet nuk e di, ose të detyruar, detyroheni që të keq përdorin politikisht në këtë farfeje. Të paktën kurse janë i vetes, na kurseni dhe ne jemi një orë me projekt ligjin, po të na flisni për suksese në luftën kundër korrupsionit, kur sipas gjitha indekseve, pra nuk po i referojmë denoncimet të opozitës, për gjitha raporteve serioze, jemi vendi i parë në botë, në kontinent, për korrupsion, edhe këtë vit. Tani çfarë do thoni? Ka sukses lufta kundër korrupsionit? Edhe këtë vit jemi vendi i dytë në botë për rishfet. Po e keni gjithë raportet më lexoj. Ju lutem. Më fal. Vetëm ju lutem. Kanë sondazhet e veta këta. Po unë e lexoj. Jo, dakor. Mos hyni aty nga ajo pjesë. Unë e di ku e lexoj. Më fal, jo, e di ku e lexoj.
E lexoj, ja pra më fal, e lexoj në dy raporte. Kanë të vetat. Në raportin e tunelit të Llogaras, ku mungojnë 2 ura, I lutem, zoti e Blushi. lexoj dhe në raportin e rrugës Qukës-Shaptoç ku u shëm rruga. Po pra, po lexoni nuk ka rëndësi se ku mungojnë, ja ashtu e kanë sondazhet e veta, ç'keni ju me atë punë. Unë e kuptoj që ju ende nuk e keni kuptuar se çfarë ka vjedhur Edi Rama me Belindën, por të paktën lexoni atë çfarë thot Zoti Blushi. prokuroria politike. Ju lutem, shkoni në kort sot nga rruga Qukës-Shaptoç dhe shikojeni, pra meqenëse se keni parë në televizor, unë ju ftoj, shkojmë së bashku si komision, po i marr dhe ju zëra ministre, edhe deputetin propozues dhe shkojmë në rrugën e japim këtë konferencë, pra ndërpresim sugjerimi im Zoti këtë Blushi, komisioni dhe e vijojmë e bëjmë komisionin e ligjeve mbylleni tek rruga diskutimin Qukës-Shaptoç dhe sepse hajde mbaroi flasim koha. aty për luftën kundër korrupsionit. Me këtë propozim duhet ta mbyll ose shkojmë në rrugën Korçër Sek që u shëm një vit më parë dhe bëjmë aty mbledhjen e komisionit dhe flasim për luftën kundër korrupsionit. Ose te tuneli i Llogaras, na tregoni ju për aty urat. Faleminderit. Zoti Blushi, unë e thash që nuk do kishte asgjë tre dhe asgjë me projekt ligjin që ka ardhur, janë deklarata politike që forca që përfaqëson i bën çdo ditë dhe çdo ditë tende në sallën e parlamentit. Tani ne këtu jemi për një proces serioz në fakt. Dhe zonja ministre do t'ju lutesha nëse keni, edhe pse ishin diskutime politike dhe unë nuk pash pyetje, e vetmja pyetje është a ka patur raste për ligjin që kemi në fuqi raste të sinjalizuesve, por dhe këtë mund të rezervoni ta jepni nëse ka dhe pyetje të tjera nga kolegët tanë. Nuk ka. Jepe një përgjigje për këtë, pastaj zonja Mara e ka kërkuar fjalën për diskutim. Faleminderit shumë i nderuar kryetar.